Kam vendosur ndryshe nga shumë të tjerë të mos analizoj, të mos shaj anatemoj dhe të jem konsistente, në qëndrimin tim për sa i përket drejtësisë. Nëse do t'i ktheheni deklaratave të mia publike për drejtësinë, nuk do gjeni kur asnjë deklarat që të kundërshtoj tjetrën. Unë besoj se drejtësia duhet të jetë e lirë dhe e pavarur. Unë besoj se drejtësia e re si produkt i reformës në drejtësi, si produkt i vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, si produkt i një Shqipërie europiane, duhet të vazhdoj të jetë frymëzimi i këtij vendi, pasi ajo reform u krye për t'i kthyer besimin qytetarëve tek një drejtësi e drejtë dhe e pavarur. Dhe unë besoj tek kjo drejtësi dhe nuk do më dëgjoni kur as ta lavdoj, kur ajo godet kundërshtarët e mi politik, pasi unë nuk kam kundërshtarë të tjerë, dhe as ta anatemoj kur kjo drejtësi mund të prek interesat e mi personal. Nuk do më dëgjoni kur që të përmend prokurorë e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kam bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar pa qenë indikuar nga gjyqet publike, nga gjysmëvërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis shëhetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate, nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kur rrizi ma mban, më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Unë ditë bëj punën time, sigurisht se cili ka mënyrën e tij, jam munduar të bëj më të mirë, ndoshta mund ta bëja më mirë dhe këtë nuk e vë ndyshim fare. Por as nuk e kam penguar drejtësinë dhe as nuk do ta pengoj kur drejtësinë tek e cila unë besoj dhe të cilën e kam mbështetur